politik, nuk është administrativ. Ndërsa aty ndalotit e sekretari përgjithshëm sepse nuk ka lidhje fare me atë, pra nuk mund të quhet sekretari përgjithshëm, pavarësisht se çfarë vendi jemi ne, po nuk quhet në aspektin edhe tek rasti avokati i popullit, a ka të njëjtin status me të antari gjykatës lartë. Tani avokati i popullit do futet këtu, antari i gjykatës lartë nuk do futet këtu, do futet edhe më i kushtetuar. Sepse ka kushtetuta dhe kemi sqaruar që e përzullon vetë këshilli i tij. Edhe antarët e gjykatës kushtetuese që e pashur nuk e di është lajm ai, që të vendosi antarët e gjykatës kushtetuese, vetë kushtetuta thotë që për antarin e gjykatës kushtetuese për një mas sigurie kështu arrest në burg apo arrest në shtëpi, vendos vetë gjykata kushtetuese. Pra, nuk mundesh ti të shkosh tani të bësh një ndërhyrje të tillë legislative dhe të vendosësh antarët e gjykatës kushtetuese kur vetë kushtetuta e ka shumë të qartë që nuk bëhet kjo gjë edhe është e pamundur. Por unë nuk e kuptoj të nxitimi, pra përse nxitohet zoti Rama të bëjë këtë veprim? Po ndoshta ka efekt paveprues? Shiko si e ka ana legislative. Pra, efekti paveprues duhet patjetër të citohet tek neni, pra në rast se kemi neni 242, paragrafi 1, 2, 3, te paragrafi 4 thotë, kjo dispozit ka efekte pavepruese nga data X me datën kaq. Pra, unë do të thoja që kjo duhet të ketë efekte pavepruese nga momenti kur është normuar për të parë kodi procedurës penale në Republikën e Shqipërisë. Ose që mos të bi në konflikt, pra në 1000 sa, ta bëjnë që në 2017 kur u bërën ndryshimet thelbësore të kodit procedurës penale. Por nuk ka rëndësi ndryshimi, rëndësi ka edhe vlerë. Përse Partia Socialiste po bën po mban një qëndrim, pra për funksionin apo për individin? Jo për funksionin, për individin në funksion. Se ti kur je në makinë vlla, i hyp ti makinës. Mos them në i fjalë të se keq të interpretoj. Saktë. Makina nuk lëviz pa shoferin. Kush e lëviz funksionin? Individi më zotri, jo djeva. Rritani se është gjyqja jo avokat. Djo tani, po qa do bëhet me 19? Do shkoj apo jo? Se i madhi tha do shkoj në Amerikë kryeministri. Të shkoj, të rri aty edhe mos të vi edhe mos të kthehet të shturimi. Po politikisht është kjo një bonus i madh. Jo, politikisht ashtu mendon ti, por një foto me Trumpin, firma atje, mbledhja në shtëpinë e parë. Ta kam thënë vazhdimisht edhe nuk keq asnjë fjalë të atyre që unë të kam thënë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është si Edi Rama me nenin 242, neni Rama. Pra, zgjojmë gjeste, ma që në dollë tani problem, hajtë tani bëjmë këte gjë. Duhet të keni parasysh diçka. Shtetet e Bashkuara të Amerikës punojnë me strategji dhe strategjia e tyre nuk cenohet me ardhin e një presidenti apo me paktin e një presidenti përsa i përket Shqipërisë apo Edi Ramës. Ju duhet ta dini që administrata Biden në kohën ku ka qenë në krye detyrës, nuk ka fshehur rastin me Gonigal. E fshehu? Nuk ka fshehur rastin që është përfshi dhe kryeministri Rama. E fshehu? Tani përse gjyqësori në Amerikë nuk veproi të bënte pyetje apo të merrte në hetim zotin Rama, kjo mbetet për tu parë sepse ligji i Amerikës është ndryshe nga i Shqipërisë. Pra mbetet për tu parë. Pra nuk ndihmoi administrata. Edhe njerë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e nënvizoi vazhdimisht, ka një platformë të qartë për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Zoti Rama nuk shkon atje sepse është i ftuar personal, por shkon me atributet e kryeministrit të vendit për shkak se autorizimi është dhënë nga kuvendi duke vajtur tek ai bord. Por ai bordi është një bord i cili është i investuar për gazën. Pra Rama, në rast se nuk ka 5 miliard për të bërë antar,
ka Shqipërinë dhe më t'i thot Trumpit, si këtu palestinezët, edhe unë jam djali mirë përpara teje. Po kjo çfarë bën? Kjo politikat e Departamentit Amerikan të Shtetit i frenon mbi aktivitetin e Ramës dhe drejtësisë në Shqipëri. Po jo se i azgjeson. Do ta kem të qartë të gjë. Atëherë fiton kohë. Po patjetër. Po edhe me gjykatën kushtetuese fitoi kohë. Pra që të bëj tani që këto manovrime të shpejta. Pra, zoti Rama në çdo moment kërkon të fitoj kohë. Po betejën, ta them tani apo ta lem më fund? Le, ta lem një herë tjetër. Okay. Betejën, pyetje. Prit. Pra, koha që zoti Rama kërkon të fitoj, është një kohë e cila për mendimin tim nuk është se do t'i japi aq rëndësi dhe me Marsin kjo? Unë ta kam lidhur edhe nga marsi 2026 dhe në mars të 2027, që kemi thënë janar, po për shkak të aktiviteteve politike dhe të ngjarjeve të papritura, sigurisht ka një zgjatim. Për si rasti që thoja prit për Veliaj nuk